E shtojmë edhe sasinë e kolagjenit, edhe uje. Nëse s'kan kolagjen, Lena, mundën me shtu në top mishit, po, mundet mish, po me zi para prakesht, po bën edhe pa mish. Se ka gogja veti ushqyse. Se zakonisht kjo preferohet si pjatë e parë, supë dhe normal baza me kanë diçka me mish, po sidomos tek fëmijët që po edhe të triturit, për shkak që s'kemi kohë, do shta me marë sasinë e mjaftueshme të mishit, të lloje ndryshme gjatë ditës, me kolagjen i marrim edhe vlerat ushqyese, minerale, vitaminave, po të njëjtën kohë për shembull dhe marrim kolagjenin natyral formën më të mirë. E qartë. Edhe më të padokshme realisht, se nuk e shohim edhe nuk e vrejmë, po. Edhe sipas shijes. Me uzi? Tash këto e lojmë me zi, afërsisht 20-25 minuta derisa veç që zbut karrotat. Momentin që zbuten karrotat, atëherë konsiderojmë që janë bërë krejt tjerat për shkak që janë pak ma lehtëzishme. Po, për ndryshe për krejta ata që e pëlqenë supa me qenë ma kremoze, ma e trosh, i qesin ma pak ujë. Për ata që e dojnë supa me qenë pak ma e hollë, jo ashtu sasi kremoze, ishtojnë ma shumë ujë, edhe bën për ma shumë persona pastaj. Kjo për presim me uzi, pra. Atëherë presim me uzi, po. Dhe jemi kthy pas gati 20 minutav, afërsisht. Jo mundeni me lanë edhe në temperaturë matë nga dalë, na e ngotën pak për shkak të hapësirës, ose i Ramir Viviana. Kesh të thashë që jam 7 zonë. A mos tash ta jap dy pjesë. Edhe tash kjo procedura që Lena ma ja privilegjin mu. Se gjithë i rrugë tesha të veta ma shumë se të mijat. Me blu. Do me thonë. Do me thonë, kjo sasia supës që ka përgatit Lena sot është ma kremoze. është ma kremoze edhe për ata që dojnë. Edhe njëherë me ceklin, ata që kanë qef supën pak ma të hollë, ma të lëngshme, thjesht të shtoni ujë ma shumë, edhe kjo bëhet ma e lëngshme.